Ky spital është rikonstruktuar dhe ka përfunduar punimet në vitin 2025, pra kemi një infrastrukturë dhe teknologji bashkëkohore. Gjithashtu është krijuar një shërbim i dedikuar i ri për sëmundjet infektive, për të sjellë shërbime të specializuara jo vetëm në qytet, por edhe në gjithë qarkun e Lezhës. Në këtë drejtim po punojmë që ky të jetë një model për ta zbatuar dhe në disa spitale rajonale, për të krijuar këto shërbime të specializuara. Në kuadrin e zhvillimit të planit ton për shërbim onkologjik, dhe këtu në Lezhë, në spitalin rajonal, kemi punktin e kimioterapisë ditore, i cili do të rindërtohet me të njëjta specifikime siç kemi realizuar edhe në QSUT. Pra me të njëjtat standarde, por dhe me të njëjtat protokolle të njësuara tani të standardit evropian. Po ashtu në kuadër të qendrave të ekselencës në Lezhë do të ngrejmë dhe këtu qendrën e ekselencës. Parimi është që ekselencia nuk duhet të koncentrohet vetëm në Tiranë, por shërbimet e ekselencës do të jenë edhe në spitalet rajonale, sigurisht me fusha të ndryshme specializimi. Punuar shumë dhe kjo është një mënyrë për të zbatuar forma spitalore. Një nga spitalet rajonale që i bashkon shumë është spitali i Lezhës. Tu është pediatria. Ka në fakt një indikatorët e performancës i kanë të mira dhe për vetë fakti një spitali ka qenë në rekonstruksion, që ka qenë vështirë të arrish indikatorët perfekt. Një spital në rekonstruksion. Si jeni? Mirë. Mirë ditë. Respekte. Përshëndetje, si jeni? Si jeni? Respekte. Dita. Si jeni? Mirë se ju gjej. Respekte. Mirë. Si jeni mirë? Respekte. Është era tretë që vizitoj spitalin. Dua të përmend dhe këtu që për vitin 2026 kemi seriosi rritjen e rrogave për parkin për indeksimin 2.5%, me një që përfiton 22.000 mjek, infermier dhe profesionale të tjera sanitar, ku llogaritet gjithashtu vjetërsia në punë deri në 30 vjet. Prandaj kjo është një arritje shumë e mirë e qeverisë dhe politikës tonë. Zoti Ministri, mirë se erdhët. Është nderë për ne që keni në spitalin e Lezhës, që është me zonin ministre. Tu mund të prezantoj shefi i kirurgjisë doktor Ardian Preli, shefi i imazherisë doktor Edmond Zefi, shefi i poliklinikës doktor Valbona Martini, shefi i pediatrisë doktor Barboku, shefi i obstetërologjisë doktor Leshi, shefja e patologjisë doktor Valbona dhe shefi i urgjencës doktor Emir Keli. Dhe thjesht bëjmë diskutime lidhje me çfarë vizitash janë bërë, sa vizita janë bërë, çfarë problematikash ka pas. Biles unë doja të falenderojmë për vëmendjen që e ke kushtuar mjekësi Luta e Bardha. Unë më mend që kur ka rënë pushtet në puna e parë që ke bërë të fishoroje, vjetër në Rovis. Na ke bërë 2 fish. Unë mësh në 20 leksion, pa 26 vjet një pediatër. Edhe gradualisht pastaj me rritjet e këto që kemi arritur mirë, tash jemi shumë mirë. Po, mirë. Më mirë, tash. Po punojmë në fakt edhe për mjekët e urgjencës, që quhet specialiteti si mjek urgjence. Faktikisht morëm një ankesë edhe i hym pak logjikës pse edhe logjika ishte që jo po se nuk mund të barazohen mjekët e urgjencës me mjekët e specialistë. Po urgjenca është specialitet në vetë, në kanë gjithë ato misione, shpëtimi e strese. Problemi lindi nga që ka filluar të konstatohet që nuk ka shumë kërkesa për mjekët e urgjencës. Krahasimisht me të tjerët edhe si të ketë kërkesa nëse
pjetëri do shkojnë në atë front jo të lehtë dhe do trajtohet si mjek i përgjithshëm pa specialitet, është e padrejtë. Kështu që vetë tillë thotë jo, mjek se mjek, po shkoj të specializohem diku tjetër. Edhe kjo ishte biseda që ram dakord që do zgjidhet në qershor me ato ndryshimet që bëhen çdo mes vitit të buxhetit. Edhe do t'i përfshim në kategorinë e mjekëve specialist si mjek të urgjencës, në mënyrë që kanë një pagë dinjitoze. Ndërkohë që është vërtet që rritja e pagave ka qenë domethënëse për shkak se rritja e ekonomisë ka qenë domethënëse dhe na është dhënë mundësia të rrisim. Plus të indeksimit edhe të vjetërsisë në punë, nuk është se nuk kemi ditë përpara, po s'ka qenë mundësia. Tani që ekonomia po na ndihmon të kemi më shumë mundësi, e kemi vendos edhe për mësuesit, edhe për punëtorët e policisë dhe për ushtarakët. Dhe dhe shtrim të gjithë kuptohet, por këto janë profesione që lidhen me fronte me rëndësi të madhe për të gjithë. Kështu që besoj që do kemi mundësi prapë në vijim të rrisim pagat. Ndërkohë spitali ka marrë goxha formë mirë. Të më kujtohet kur ka marrë të fillim ishte kjo pjesa këtej, ishte copa, andje pastaj filloi ndërtimi i ri, po goxha mirë. Na duhet tash ngjelet për mirësimi performancës mjekëve, se infrastruktura është bë shumë Te keni ndorë vetë. Duke qenë se unë kam një kështu barometër individual të madjes së punës institucioneve, telefonin tim ku siç mund ta merrni me mend vinë shumë ankesa, edhe në një farë mënyrë kam një panoramë të pakënaqësive në territor, po me thënë drejtën për spitalin e Lezhës, përgjithsisht nuk kam konstatuar ankesa, edhe çfarë kam dëgjuar e keni kriju një respekt, kam përshtypjen tek ata që shërbejnë. Po flisnim tani, duam të ndajmë dhe ambulatorin nga spitali, ju keni një kërkesë di qerën tjetër, me që materniteti i vjetër është në qendër dhe duhet ristrukturuar, ne po e shohim për ta futur në planin e investimit për vitin 2027, që edhe të është menaxhim më i mirë pastaj. Spitali ngelen në funksion spitalor siç duhet ngelen me poliklinikën në qendër, siç është dhe modeli i qyteteve të tjera, kështu që është një risi. Është propozoshëm një poliklinik. Po, është këtu tani, kështu që ka e dedikuar. Eksakt. Se jo Lezhë, po çdo spital, tani kam mësuar dhe unë këto halli, po çdo spital që mban edhe ngarkesën e asaj ambulatorit përditshëm mbi ngarkohet edhe ka konfuzion, ka mungesë përqendrimi të imponuar nga flukset e ditës. Por ajo që unë besoj është fantastike, është decentralizimi i shërbimit onkologjik, edhe krijimi i bërthamave të shërbimit edhe të kimioterapisë është diçka fantastike, sepse do ta afroj shumë më tepër me njerëzit shërbimin edhe do lehtësoj shumë një pjesë atyre problemeve që janë jo rruga, jo pritja, jo është në ato kushte sidomos, plus edhe për familjarët se duhet të shoqërojnë. Absolutisht, sepse shërbimi onkologjisë ka lindur një desi ambulator, bëhet në spitalin shtrat, se pastaj nuk bëhet nga që vinë në Tiranë, po në fakt duhet bëhet gjatë ditës, pastaj smuri kthehet në shtëpi. Kur e decentralizohen, i krijon mundësi që të trajtohet ambulatorisht, siç do ta bëjmë dhe këtu është punkti, kemi bërë survejimin. Jemi në fazën që është bërejtur kohët e punit pak në spitalin tonë,
për shkak të ndryshimeve që janë bërë qoftë në drejtim të çështjes financiare të vlerësimit të mjekut, por kryesisht në ndërhyrjen në infrastrukturë, unë spaku ne tani verifikojmë një dëshirë të shtuar të mjekëve të ri të forca specializuar për të zgjedhur lezhë. Mundësitë për të shtruar profesionin janë shumë fish më të larta në spitalet rajonale sesa në qendra, po themi të mëdha terciare, ku dhe mundësi që të praktikojnë mjekësinë, mjekët e rinj e kanë shumë herë më të vështirë. Nëse krijojmë modele spitale rajonale siç po krijohen, ku kanë përfitime financiare ose vlerësim financiar të duhur, kanë infrastrukturën që po themi teknologjinë e fundit ta kenë në përdorim, të kenë dhe mundësinë e rritjes së karrierës që sapo e përmendët, atëherë spitalet rajonale mund të ishin dhe do të jenë zgjedhja e parë e çdo mjeku të ri për të punuar në sistemin tonë shëndetësor. Besoj që ne kemi mjek shumë mirë. Dhe kjo gjë, le të thonë çfarë të duan ata që flasin rrugëve, po kjo gjë unë e kam konstatuar edhe në biseda me jo pak të huaj që kam pas praktika përbashkëta, që kam pas mjek kërtanët atje. Ne kemi mjek shumë mirë, ne kemi infermier shumë mirë. Problemi jonë është menaxhimi dhe sepse ne nuk e kemi traditën e menaxhimit të spitaleve siç e ka bota. Ne kemi shumë traditë të reja në këtë pikë dhe duke diskutuar me aty grupe shumë të mëdha për të hyrë në marrëdhënie menaxhimi, siç e kanë bërë shumë vende, Polonia për shembull ka bërë një super transformim duke marrë menaxhim nga jashtë. Të dy, pavarësisht nga njëri tjetri, se jo diskutuar për Lën Terezën, të dy pavarësisht nga njëri tjetri thonë që është kyç që të ndërtohet brenda spitalit, një spital privat, për mjekët e spitalit. Dhe të jetë pjesë e sistemit të punës së mjekëve të spitalit. Në mënyrë që të japi mundësinë që ta kenë spitalin si vendin ku janë bashkëpronar, edhe të kenë një kapacitet të ardhurësh sipas performancës që varion në bazë performancës. Plus e dyta është që ne duhet patjetër të fillojmë të vendosim tarifa për turistët. Se kjo po e përgatisim në fakt me Na ke dalë tamam. Kjo tani është Unë shoh verës, unë jam një pediatër. Gjatë verës, në ditë mbi 100 fëmijë vjen në centër. Për 2 muaj të verës mund bëj vizita mbi 2000 fëmijë. ajo që ishte deri dje, domethënë që çdo mjek paguajsoj pavarësisht vlerësisë, nuk ishte normale. Por si ishte mundësia. Edhe pagat pa indeksim, prap kishin një problem, sepse normalisht ti duhet edhe të indeksohesh, po nuk i bënim dot. Kështu do vide këtu gjëja, por duhet të rrisim kapacitetin financiar të shtetit. Dhe që autonomia financiare do e zgjidhë. Autonomia Megjithatë financiare nuk do e zgjidhë të gjitha, por do krijoj një bazë shumë më inkurajuese dhe shumë më motivuese, sepse këto gjëra do diskutohen mbi bazën e një buxheti. Pra, do keni buxhet spitali që do vendoset këtu. Por zbritja e vendimmarrjes tek spitali e bën trupën drejtuese bashkëpronare në kuptimin e mirë të fjalës të asetit. Edhe pastaj jam i bindur që problemet e mirëmbajtjes, se një gjë tjetër për shkakun që ne kemi problem dhe është problem në të gjitha vendet në zhvillim, është që investojmë dhe nuk kemi parasysh sa kushton mirëmbajtja. Dhe kjo është perfekt sot. Por do dojë mirëmbajt. Dhe kur ata që e shfrytëzojnë e ndjejnë veten bashkëpronar të kësaj, ajo mirëmbahet më mirë se sa
kur thu, po mirë më dakord ta mirëmbaj, kush ka për ta mirëmbaj, do njerëz si fillim, po më shtes komën në muret, po lej njëll aty. Janë gjëra që do vinë hap pas hapi, po faktikisht edhe fakti që padëm bisedë të këndshme është nga ambienti, se po t'ishim me ambient që do ishte i lodhur, do kishim ikë tash. Mjekët shqiptarë që kanë punuar në ato kushte, për të cilat flasim se në pare 100 vjetës se këtu ishim, janë eroj. Janë eroj, nuk diskutohet. Tani, shumë faleminderit për... Faleminderit.